Historia sekrete e bunkierëve të Enver Hoxhës në Shqipërinë shekullin e 20. Shqipëria ishte një nga vendet më të izoluar dhe më paranojake në Europë. Dhe kjo situatë arriti kulmin gjatë regjimit komunist të Enver Hoxhës. Ndërtesa e simbolit të kësaj periudhe, bunkierët, janë ende sot një pjesë e pandashme e peizazhit shqiptar. Por pse Hoxha ndjeu nevojën të ndërtonte mijëra bunkier, deri në shifra që llogariten rreth 700.000 në të gjithë vendin, për një vend me popullsi të vogël. Përgjigja fshihet në një kombinim të historisë politike, ideologjisë paranojake, strategjive të mbrojtjes dhe ndikimeve psikologjike mbi shoqërinë. Konteksti historik pas përfundimit të luftës së dytë botërore, Shqipëria u bë një nga vendet më të izoluar dhe më totalitare në botë. Enver Hoxha, i cili udhëhoqi Partinë e Punës së Shqipërisë, kishte frikë të vazhdueshme nga pushtimet e jashtme dhe nga përmbysja e brendshme. Dëshira për të garantuar mbijetesën e regjimit të tij e çoi në një obsesion me mbrojtjen territoriale. Lufta e dytë botërore. Shqipëria ishte pushtuar nga Italia fashiste dhe më pas nga Gjermania naziste. Kjo eksperiencë e dhimbshme u shndërrua në një traumë kolektive dhe një justifikim për paranojën e Hoxhës. Rrethana gjeopolitike. Shqipëria kufizohet me Greqinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Kosovën, ish Jugosllavi, si dhe ka një bregdet strategjik në Adriatik. Në periudhën e luftës së ftohtë, Hoxha i perceptonte të gjitha këto kufi si kërcënime potenciale. Arsyet strategjike për bunkierët 1. Paranoja dhe mbrojtja ndaj pushtimit të jashtëm. Hoxha besonte se Shqipëria mund të sulmohej nga çdo vend fqinj apo nga fuqitë e mëdha, përfshirë si HB, Bashkimi Sovjetik, pas prishjes së marrëdhënieve në vitin 1961, Kinën dhe vendet perëndimore. Për të parandaluar këtë, ai planifikoi një rrjet mbrojtës të shpërndar në të gjithë vendin 2. Mbajtja e pushtetit të brendshëm. Bunkierët nuk ishin vetëm për të mbrojtur nga armiqtë e jashtëm. Ata shërbenin edhe për kontrollin mbi popullsinë. Në rast rebelimesh të brendshme, forcat qeveritare mund të përdornin bunkierët si pikë operacioni. 3. Filozofia e vetëmjaftueshmërisë dhe izolimi. Shqipëria e viteve 1970 ishte ndarë nga Bashkimi Sovjetik dhe më pas nga Kina, duke lënë vendin të izoluar. Hoxha promovonte idenë e vetëmjaftueshmërisë absolute, autarkisë, ku bunkierët simbolizonin aftësinë e popullit për të mbrojtur veten pa ndihmën e askujt. Zbatimi i projektit numri dhe shpërndarja. Vlerësohet se u ndërtuan rreth 700.000 bunkier në të gjithë territorin. Çdo fshat, qytet, rrugë, mal dhe bregdet kishte të paktën disa struktura. Formati i bunkierëve. Ekzistojnë 3 forma kryesore. 1. Bunkierët e mëdhenj për artileri ose forca të shumta. 2. Bunkierët e mesëm për mitraloz dhe municione. 3. Bunkierët e vegjël individual, të famshëm për formën e tyre kupolore, materialet dhe ndërtimi. Përdori betoni i përforcuar dhe çeliku. Projekti ishte mjaft i shtrenjtë, duke konsumuar një pjesë të konsiderueshme të buxhetit kombëtar dhe duke punësuar mijëra shqiptar në punë të detyruar. Ndikimet shpirtërore dhe social ndërtimi masiv i bunkierëve kishte një efekt të dyfish në popull. 1. Friksimi dhe kontrolli psikologjik. Bunkierët ishin një kujtesë konstante e rrezikut dhe një instrument për të mbajtur frikën e popullit. Çdo shqiptar rritej me idenë se armiqt mund të vinë në çdo moment, duke normalizuar paranojën. 2. Punësimi dhe përpjekja kolektive në të njëjtën kohë. Bunkierët krijuan një formë punësimi të detyruar për mijëra qytetar, por shpesh në kushte të rënda dhe me shumë vështirësi. 3. Simboli i ideologjisë hoxhiste. Secili bunkier ishte një monument i mbrojtjes komuniste dhe një mjet i propagandës që tregonte gatishmërinë e vendit për të rezistuar çdo kërcënim. Kritikët dhe pasojat pas vdekjes së Hoxhës dhe rënies së komunizmit, bunkierët mbetën një sfidë e madhe për Shqipërinë. Ekonomia dhe hapësira. Shumë bunker mbushën tokën bujqësore dhe urbanistike, duke penguar zhvillimin e vendit, trashëgimia kulturore. Sot, disa bunker janë transformuar në muze, bare ose shtëpi private, duke u shndëruar në simbol të trashëgimisë historike dhe absurditetit të epokës. Bunkierët e Enver Hoxhës nuk janë vetëm struktura betoni. Ata janë një dëshmi e paranojës ekstreme, obsesionit për kontrollin dhe strategjisë së izolimit të një regjimi totalitar. Ata tregojnë një histori ku frika dhe ideologjia diktuan vendimet, dhe ku një vend i vogël u përpoq të mbronte veten nga çdo rrezik, real ose imagjinar. Sot, bunkierët mbeten një simbol të fuqishëm të së kaluarës, duke kujtuar shqiptarët se sa larg mund të shkojë paranoja politike dhe dëshira për kontroll të plotë.